Ata që mendojnë se duhet kemi strategji kundër korrupsionit, besojnë që ne që të gjithë këtu sot jemi dakorduar tashmë për podkuptimin, parimet dhe qëllimet e luftës kundër korrupsionit. Unë nuk mendoj se është kështu, jam i bindur që ne kemi podkuptime të ndryshme, parime të ndryshme dhe qëllime të ndryshme sa i përket luftës kundër korrupsionit. Prandaj nuk është rastishme që në këtë strategji që kemi para vetes, shprehjet kryesore janë rritja, zvoglimi, përmirësimi, forcimi e të tjera, a thua se drejtimi dhe kohja janë në rregull, veç se shpejtësia duhet ndryshuar. Nuk mendoj që luftimi i korrupsionit është çështje e shpejtësisë jo adekuate, por e orientimit gabuar. Pra, edhe nëse hedh hapa të duhur, edhe nëse këtë e bën me shpejtësinë e duhur, që të gjitha këto janë në drejtimin e gabuar. Prandaj, para se të diskutojmë për çfarë do strategjie, ne duhet ta kuptojmë që konceptualisht e trajtojmë ndryshe luftimin kundër korrupsionit. Dhe pikërisht ky dallim konceptual bën që ne të diskutojmë për opinione të ndryshme në këtë seancë, ndërkohë që nuk pajtohemi as për faktet. Në Kosovë kemi privatizim me zbatim efikas dhe pa ligj për privatizimin, dhe kemi sundim të ligjit me ligje përgjithsisht të mira në letër, por që nuk zbatohen në praktikë. Dhe njëkohësisht e kemi stabilitetin afatshkurtër politik, i cili bën që në rrjetin e gjyqësisë të kapen eventualisht peshqit e vegjël të korrupsionit, por kurse si peshkaqenet e mëdhenj. Kësaj sundimi i ligjit në Kosovë vije në shprehje vetëm nëse paraprakisht vërtetohet e garantohet që ai nuk e cenon as privatizimin e egër neoliberal dhe as stabilitetin afatshkurtër politik. Ky sundim i ligjit nuk është sundim i ligjit, por sundim me ligjin, që do të thotë se kemi sundimtar të ligjit. Nëse sundimi i ligjit zbatohet vetëm atëherë kur garantohet që nuk do të cenohet as privatizimi i egër neoliberal dhe as stabiliteti afatshkurtër politik, këtu nuk kemi të bëjmë më me sundim të ligjit. Për ta ilustruar këtë, vetëm vrejeni tek objektivat faqe 23, tek objektivat e shprehura në rrofshin horizontal, thuhet promovimi i kulturës së praktikave të mira dhe parimit të tolerancës zero për korrupsion në lidhje me privatizimin. Mirë, po këtu privatizimi është korrupsion. Nuk mund të flasim për praktika të mira përderisa privatizimi zbatohet pa pasur ligj për privatizimin, që do të thotë se privatizimi është ilegal. Dhe praktikat e zbatimit të një privatizimi ilegal janë krime. Si mund të flasim për praktika të mira në lidhje me privatizimin, kur këto praktika të mira zbatohen duke mos pasur ligj për privatizimin, dhe pikërisht këto praktika të mira në fakt janë aspekti kriminal i privatizimit ilegal. Po edhe një herë po them që nuk është çështje strategjie kjo, është çështje podkuptimi, vlerave, parimeve dhe qëllimeve që i kemi aq të ndryshme këtu. Besoj që gjithë ta keni parë një intervistë të zotit Soren Jessen Petersen, ish kryeadministratori i UNMIK-ut për emisionin Jeta në Kosovë para më shumë se një viti, ku ai pa deklaruar tash që ishte në një si lloj pensioni, meqense nuk kishte asnjë ofensë zyrtar, se çdo herë kur kanë provuar të arrestojnë dikë për krime të rënda në Kosovë prej këtyre peshkaqenëve të mëdhej, ai tha se nuk mund ta merrni me mend se kush na ka thirrur në telefon një ditë përpara. Nuk mund të ketë sundim të ligjit atëherë kur ka këso intervenimesh në emër të stabilitetit afatshkurtër politik, me që rast është e qartë se kështu menaxhohet kriza në Kosovë si një lloj emërtimi tjetër për stabilitetin afatshkurtër politik. Pra, menaxhimi i krizës që e mirëmbon krizën nuk e lë të shpërthen atë
dhe mbi të gjitha nuk kujdeset pra as për drejtësinë, as për demokracinë, as për zhgëndimin ekonomik, por vetëm për rendin e gjërave që duhet të mbetet po ky eventualisht me një përmirësim marginal i cili sërish është në funksion të konfirmimit të rendit të gjërave e jo të ndryshimit të kësaj situate. Unë pajtohem shumë me deputetin Bajrami, i cili tha që korrupsioni është sistem. Është një autor holandez i cili ka shkruar një libër për shtetet si puna e vendit tonë, kur thotë që atje nuk është sistemi i korruptuar, por korrupsioni është sistem. Dhe unë po them se pajtohem me këtë rast për shkak se dua të them që korrupsioni nuk është kulturë, por sistem. Vjen prej lart dhe zbret poshtë. Nuk ka të bëjë me popullsinë që të mendohet se korrupsioni na qen ka në kulturën e popullit tonë, andaj gjërat janë kështu siç janë dhe skemi si çfarë bëjnë. Është e kundërta. Korrupsioni pra nuk është kulturë, por korrupsioni është sistem, i është imponuar popullit tonë dhe është fajtor për varfrinë, papunësinë dhe mungesën e perspektivës për popullin.